Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 27. Data 27 tetor të 2025, ku ndryshimet, mundësit, kohën dhe arritjet që kemi. Sepse fillon në një javë me mjaft ndikime, ndryshime, keni parë, e keni dëgjuar, lexuar dhe keni parë se si funksionojnë gjërat. Kjo javë, fillim javë është mjaft e mirë, pozitive, por në disa raste pak e ndërlikuar. Sepse do kërkojmë shumë në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, marrje vendimeve, mundësi të reja që nisen ose kanë të bëjnë. Ka diçka që kjo javë dhe deri në fund të vitit kemi thënë, sepse kemi shumë çështje për persona të ndryshëm, duhet të trokasin apo duhet që të zgjidhin problemet e tyre, ku gjërat janë në një farë mënyre në favor të tyre nëse trokasin dhe gjejnë një zgjidhje të mesme ose mos ta lënë pas dore të paktën, sepse koha ikën, fluturon, prandaj kërkohet kujdes. Data 27 ku Marsi nga Akrepi takon Jupiterin në një trekëndësh, duke dhënë mundësi për të ndërmarrë veprime, iniciativa, fillime të suksesshme dhe për të avancuar planet tona. Ndikohen pozitivisht shenjat siç janë Akrepët, Peshqit, Demët, Virgjëresha, Bricapët, të Lidiçit të tretë ose ata që kanë diellin në këto shenja ose në anën tjetër që kanë planetet apo shenjat përballë. Para se të fillojmë parashikrimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikrimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz, siç e shikoni aty, aty ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që kërkoni, mbi vendimet që do të merrni dhe nëse ju pëlqen një nga paketat aty, mund ta zgjidhni dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, e dini tani tashmë, çdo të mërkur në orën 9:30 jemi drejt për së drejti. Dhe ai është butoni pikërisht që juve shikoni aty, duke zgjedhur dhe duke parë dhe marrë hapa të rëndësishme mbi ato që kërkoni dhe dëshironi në një mesazh të vetëm, një përmbledhje që juve kërkoni, mund ta dërgoni dhe të merrni drejt për së drejti përgjigjen. Dhe jo vetëm kaq. Së shpejti, çdo nëpërmjet YouTube-it do keni mundësinë për ata që interesohen për pyetje-përgjigje për ta marrë në privat. Pra në YouTube do ta shikoni, për ata që janë dhe duan të abonohen dhe të marrin